Leona Fetaj, 15 vjeçare, është një talent i jashtëzakonshëm në boks dhe kickboks. Ajo ishte 2 herë nën kampione kickboksit në Belgjik, nën kampione boksit në Belgjik dhe kampione e kickboksit në Maqedoni. Me një përkushtim të palëkundur dhe pasion të madh për sportin, Leona synon të bëhet kampione botërore. Ju e dini diamant këtu në qytetin e Sivitës. Dhe do t'ju prezentoj, është një vajzë e lindur, e rritur në Belgjik, në qytetin tuaj, që është një sportiste, një kampione, dhe dua Leona Fetaj ta prezentoj. Unë jam Leona Fetaj, 15 vjeçare, merrem me boks dhe kickboks dhe kam arritur të bëhem 2 herë nën kampione e kickboksit në Belgjik, 1 herë nën kampione e boksit në Belgjik dhe kampione e kickboksit në Maqedoni. Më 15 nëntor 2025 do të jetë betejë ime e radhës për të fituar titullin e kampionës së Belgjikës. Synimi im më i madh është të bëhem kampione botërore. Unë punoj çdo ditë për të përmirësuar aftësitë e mia, për të qenë më fort, më shpejt dhe më përqendruar se kurrë. Ky është vetëm fillimi i rrugtimit tim drejt majave të boksit dhe kickboksit.